Dhe le të shkojmë tek pyetja e parë pa humbur kohë. Në fakt ishte një diskutim me një ndjekës të këtij kanali dhe si tashmë kemi krijuar një farë shoqërie dhe patëm një takim së bashku dhe ai më shpreh për një mikun e tij i cili prej vitesh shkonte në Kish. Pra sipas këtij mikut, pra ai ishte besimtar dhe ndiqte pikërisht një kishë ungjillore prej shumë kohësh, por befas ndodhi që ai u shkput nga kisha dhe e la si thua besimin dhe arsyeja sipas këtij shokut ishte që miku i tij e mori këtë vendim sepse nuk binte dakord dhe i dukej e pakuptimt, madje edhe absurde, ajo çfarë mësonte pastori i kishës që në lidhje me pasurinë dhe paratë. Dhe sipas tij pastori mësonte që pasuritë dhe paratë varen nga Zoti. Pra jo nga si të thuash forca e njeriut, domethënë. Dhe kjo si thua ishte një arsye kryesore që ky person u shkput nga kisha dhe tashmë jeton një jetë të dhënë pas paras dhe famës. Dhe në fakt është një personalitet i njohur, por nuk mund ta them sepse respektoj jetën e tij dhe privatësinë e tij. Dhe pastaj rrodhi dhe biseda më gjerë me këtë shokun dhe ai më tha që nuk besonte që Perëndia mund të ndëshkojë dikë. Flasim tu për parajsën dhe ferrin. Dhe unë i ndava që Perëndia nuk dëshiron të ndëshkojë dhe pasi shkruhet në fjalën e shenjtë që ai kërkon që çdo kush të vinë në pendes dhe mos të humbas. Pra pendes është kthim tek Zoti dhe kërkim pikërisht i Perëndis dhe mos të humbas. Këtë dëshiron Perëndia dhe na thot në fjalën e tij. Por i thash janë njerëzit ata që nuk dëshirojnë të kenë këtë marrëdhënie me Zotin. Dhe pikërisht në lidhje me këtë përgjigje që i dhash këtij miku të mirë, që lutem që Zoti ta bekoj, dua t'jap dhe sot argumentet që pse i dhash këtë përgjigje në mënyrë që gjithsesi prej jush, miq të dashur që ndiqni, të mund të forcojmë pikërisht bindjet përmes fjalës së Zotit. Mos harrojmë, çdo njeri mund të ketë idetë e tija. Po kur vjen puna te fjala e Zotit, pra kur Zoti flet, ne si besimtar duhet të themi po dhe amen. Pra çdo kush le ta ketë gabim, vetëm Zoti ta ketë të drejtën e tij. Kështu që do lexojmë thjesht fare disa vargje për të parë çfarë mëson fjala e Zotit në lidhje pikërisht me këtë temë, largimin nga besimi prej çështjes paras dhe pasurisë dhe pikërisht ndëshkimin dhe humbjen e njeriu, që është vetë zgjedhja e tij dhe jo zgjedhja apo dëshira e Zotit që njerëzit të humbasin. Dhe tek Ungjilli sipas Mateut janë vetë fjalët e regjistruara të Jezu Krishtit. Te Mateu 6:24, Jezusi mëson që askush nuk mund t'i shërbejë dy zotërinjve. Dhe thot, nuk mund t'i shërbeni Perëndisë dhe Mamonit. Mamoni këtu është fjala që simbolizon Babilonin, pra pushtetin e kohës, që mëson suksesin, pasurinë, famën, pra të jetosh vetëm për vete, pra kulti i individit. Kjo në Shkrimin e Shenjtë njihet si udhëtari dhe është, si thua, rebelim ndaj Perëndisë. Pra kjo e bën njeriu e kthen në gjenezën e mësimit të Satanit, që i mësoi Adamit dhe Evës, dhe i tha, nëse ti vendos vetë pa Zotin çfarë është e mirë dhe e keqe për ty, ti do bëhesh si Zoti. Dhe sistemi i Mamonit, pra Babilonia, thëndryshe bota në gjuhën e krishtere, jo se ka ndonjë gjë të keqe bota, sepse është krijimi i Perëndisë. Krijimi i Perëndisë është i mirë, thotë fjala e Zotit. Pra Zoti e do krijimin e tij. Por bota do thotë mundësia e botës, mundësia e Babilonisë, mundësia e Mamonit. Thotë që njeriu ja del vetë dhe bëhet si Zoti, pra e vendos ai vetë çfarë është e mirë dhe e keqe për të. Ky është mësimi i parë satanik i ardhur në botë. Dhe në fakt feja satanike
duhet ta përmendim, ndoshta se e kam thënë në video tjera, këtë mëson. Pra nuk mëson adhuro djallin, mëson adhuro veten tënde dhe veten tënde. Pastaj, okay, i dhe i mirë me të tjerë, por gjithçka fillon me ty dhe mbaron me ty. Pra feja satanike mëson që njeriu është qendra e botës dhe qendra e universit. Dhe këtë mësojnë dhe fe të tjera, ku kanë ndarë për shembull hinduizmi, budizmi e të tjerë, por satanizmi është ekskluziv në këtë pikë. Prandaj këtu dhe Jezusi thotë, nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe pasurisë të ndryshme si Mamoni. Përkthime të tjera kanë dhe fjalën pasurinë në Mamonit. Pra më kuptoni, dhe po të kjo fjalë, nëse shkojmë më brendësi dhe shohim çfarë thuhet më tej, Zoti thotë, nuk mund t'i shërbeni dy zotërinjve, sepse ose do t'jepesh pas njërit dhe do të lësh pas dore tjetrin, dhe ose do të duash njërin dhe do ta urresh tjetrin. Që do thotë, kush jepet pas paras dhe jeton vetëm për vete, do e lë pas dore marrëdhënien me Zotin. Pra Zoti do filloj, do humbasi komplet vëmendjen, do humbasi kohën, do humbasi vlerën në jetën e tij. Kur themi Zoti, do thot besimit, ecim sipas fjalës së Zotit. Kjo është marrëdhënia me Zotin. Pra nuk ndahet Perëndia nga fjala e tij, sepse përmes fjalës së tij ai mban marrëdhënien me ne. Besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi nga fjala e Perëndis. Ky është besimtari, që ecën sipas fjalës së Zotit. Kështu ndërtohet marrëdhënia me Zotin. Jezusi thot, nëse do paran, do jepesh pas paras dhe do lësh pas dore fjalën e Zotit. Dhe dyta thot, nuk mund të duash njërin dhe të urresh tjetrin, që do thotë, nëse do paran, famën dhe gjithçka që bota mëson. Pra jo se paraja është e keqe në vetvete, sepse Zoti e lejon, jo se fama është e keqe çdo gjë tjetër. Por nëse fama dhe paraja jote bëjnë qëllim në vetvete për veten tënde, atëherë shkrimi thotë që ti do e urresh Perëndin, do e urresh Zotin. Dhe jo më kot njerëz të tillë që jepen pas paras dhe famës, fillojnë dhe shkojnë pas feve të tjera, pas filozofive të tjera të botës. Pra kërkojnë të dëgjojnë ato që i pëlqejnë. Dhe këtë e thot të profetizuar Shkrimi i Shenjtë, sepse Shkrimi i Shenjtë ka përgjigje për çdo pjesë të jetës dhe zbulon të gjitha të vërtetat shpirtërore. Thot që njerëz të tillë, thot, në korat e fundit që do vinë, do e urrejnë, thot, mësimin e shëndosh, pra fjalën e Zotit, siç është. Por thot, do mbledhin pas tyre mësues të rrem, siç ka thot, pafund, domethënë. Mjafton të përmendesh disa folës motivues, për shembull. Janë pafund. Dhe këta do mbledhin këta folësit motivues, jo se të gjithë janë gabim, po ka disa që predikojnë pikërisht doktrinën e Mamonit, që thanë ka gjenezën në doktrinë satanike, njeriu qendra e botës. Gjithçka varet nga ty. Pra ka njerëz sot dhe urrejnë mësimin e shëndosh dhe do mbledhin pas mësues të rrem, thot, që do i gudulisin veshët, që do thotë do dëgjojnë vetëm gjëra që atyre i pëlqejnë. Pra një si thonë, ecë se je mirë kështu, pas Zotin je mirë. Pra ta jo se e thonë, po atë mesazh japin. Por Shkrimi thot, kujdes, këto thot janë mësimet e djajve, thot në fund. Dhe kjo është për besimtarët, por edhe për jo besimtarët. Pra ka një shpresë edhe për ata që janë larguar nga Zoti. Dhe unë këtë i thash e miku, ai kishte pasur një vëgim shumë të fortë në jetën e tij, që unë besoj që është nga Zoti, sepse lidhej me fjalën e tij, dhe unë i thash, ec në besim, kërkoj një kishë dhe puno që edhe këtë mikun tënd ta rikthesh në kishë. Do ishte gjëja më fantastike dhe lutem për ta. Pra kujdes, nuk mund të shërbejmë dy zotërinjve, dhe këtu është për ne besimtarët miq. Nuk mund të jetojmë edhe në botë, edhe në kishë. Pra, bota duhet bërë si kisha, bota duhet marrë dashurinë, hirin, të vërtetën, mëshirën, gjithë bukurinë e Krishtit. Dhe jo ta bëjmë kishën si bota. Kështu që besimtari që lë kishën dhe shkon në botë, jepet pas pasurisë, komoditetit dhe çdo gjë tjetër, Shkrimi thotë që e urren Perëndin. Pra jeton armiqësi me Perëndin. Sepse do botën. Dhe thot vetë Jezusi, nuk ose do duash njërin, thot, ose do urresh tjetrin. Pra të duash Mamonin, pra të duash idhujtarin, sipas Biblës do thot ta urresh Zotin, Perëndin, krijuesin tënd. Dhe shkojmë te një shkrim tjetër, po në Ungjilli i Mateut, por te kapitulli 16, 26, ku Jezusi thot,
ç'për fitim ka për njeriu nëse fiton gjithë botën dhe humbet shpirtin e vet. Kjo lidhet me atë që i thash këtij shoku, që nuk është Zoti që dëshiron humbjen e shpirtrave përjetësisht pa perëndim, pra në vendin e quajtur si ferri në Bibël. Është i përjetshëm ferri dhe nuk ka kthim të dashur miq. Por janë njerëzit që bëjnë zgjedhjen e tyre dhe jetojnë në armiqësi me Perëndin. Dhe këtu vetë Zoti flet ku thotë ç'për fitim ka për njeriu, pra ç'kuptim ka, është pa kuptim. Edhe ta fitoj gjithë botën njeriu, pra, të jetë më i famshëm, më i pasur, më i pushtetshëm në botë. Por shpirti i tij të shkojë në shkatrim, të humbasë shpirtin e tij. Përkthime të tjera dhe interpretime kanë, nuk thon vetëm shpirtin e tij, po thon jetën e tij. Ç'kuptim ka të fitoj botën dhe të humbasë jetën e tij. Pse? Sepse jeta e vërtet është e përjetshme. Kjo jetë na përgatit për përjetësinë, kjo jetë është shumë e shkurtër të dashur miq. Na thuhet në Bibël që njerëzit më përpara jetonin qindra vite. Por pas përmbytjes, ndëshkimeve që Zoti bëri ndaj mëkateve të përsëritura dhe kaosit që e pushtoi botën, jeta e njeriu u shkurtua. Dhe njeriu sot nuk jeton dot më shumë se 100 ca vite. Po prap 100 ca vite ta krahasosh me 1000 ca vite që ishin njerëzit e parë, pra paraardhësit tanë, që Bibla na jep të regjistruara, pra në dhjetën e vjetër, nuk janë asgjë. Edhe asgjë nuk kemi sjellë në këtë botë dhe asgjë nuk do marrim me vete, këtë mëson Bibla. Pra jeta e vërtet është ajo që na jepet në fjalën e shenjtë. Është jeta e përjetshme, përjetësia, po përjetësia ndahet në dy, ose me Zotin, ose pa Zotin. Pra dy zotërind, po të kthehemi tek mësimi që na jep Jezusi. Pra ose do shkosh tek ai që i ke shërbyer, pra Perëndis, dhe Perëndisi shërben kur i shërben të tjerëve. Pra e do atë, do dhe tjetrin si veten tënde, ky është plotësimi i ligjit dhe nuk bëhet dot pa Perëndin. Duhet të kesh marrëdhënie me të rilindësh pra, në frymën e shenjtë. Ose do i shërbesh Mamonit, që do thot vetes ti. Dhe në fund këto dy rrugë i shfaqin çdo njeriu, kujt i ke shërbyer. Ose u bë vullneti i Zotit, ose u bë vullneti yt. Dhe ata që nuk i kanë shërbyer Zotit, nuk kanë se si ta kalojnë përjetësinë në parajs pra me Zotin. Pra kaq e thjeshtë është. Po njerëzit gënjehen, fillojnë të shpikin vetë gjërat, duan të dëgjojnë gjëra të bukura, pra gudulisja e veshëve, por Shkrimi i Shenjtë flet disa herë mjaft qartë. Dhe për këtë paralajmëron, Zoti e deshi botën dhe birin e tij vetëm lindurin, Jezu Krishtin, që kushdo që beson në të mos humbas, po të ketë një jetë e përjetshme. Por janë njerëzit që nuk e duan Zotin. Pra njerëzit ja kanë bërë vetë gjyshin vetes, ata që nuk ecën me Zotin. Këtë mëson Bibla. Perëndia është i mirë dhe është i mirë gjithmonë. Po njerëzit nuk duan, sepse duan të jetojnë jetën toksore, jo jetën qiellore, jetën e përjetshme. Duan të jetojnë përkohësisht dhe nuk i marrin parasysh pasojat e ardhshme, pasojat e përjetësisë. Shpirtin e tyre, shpëtimin e shpirtit. Fjala e Zotit thotë, kjo është gjithë qëllimi, gjithë objektivi. Shpëtimi i shpirtit. Dhe shpëtimi i shpirtit është të kalosh përjetësinë në parajs, me Zotin. Dhe për sa i përket arsyes sipas këtij mikut që e la kishën, ishte pikërisht me idenë që pse pastori mësonte që të gjitha nga Zoti, pra edhe pasuritë. Dhe ai iku nga kisha dhe tha, shikon, unë i bëj vetë tani pasuritë. Do thotë që pastoria ka gabim, krishterimi është i paguptim sipas, është gabim. Pra kjo është logjika. Po kujdes se pasuritë nuk t'i jep vetëm Zoti, t'i jep dhe djalli, pa Mamonin. T'i jep dhe djalli pikërisht të largojë nga kisha, dhe ti të krijosh ide të gabuara, dhe pastaj t'i japësh mësime të rreme, pra që njihen si herezi. Dhe bashkë me veten të marrësh edhe të tjerat pastaj. Ata që e kërkojnë Zotin, ti i merr pastaj në sektin tënd, sepse predikon që ja, unë bëj pasuri, kisha mësoni që pasurit mund t'i bësh me Zotin, dhe merr edhe të tjerët në qafë. Dhe kjo ka ndodhur, vazhdon të ndodhi dhe do ndodhi derisa të vi fundi, domethënë. Pra apokalipsi që flitet në Bibël. Kështu do ecin njerëzit. Fatkeqësisht profetizohet shumica e njerëzve kështu do ecin. Prandaj Zoti Jezus thotë, ecin në rruga e ngushtë. Jo në rruga e gjerë, thotë, që të shon në shkatërim. Po njerëzit duan rrugën e gjerë.
dhe shumë vjen atje, shumë humbasin, por ata kujtojnë se po ndjekin Zotin, por në fakt po ndjekin lakmit dhe thjesht idetë e tyre të gabuara. Pra mos harrojmë përsërisim pasuritë jep edhe djalli. Nëse pasuria të largon nga Zoti, nuk ka se si vjen nga Zoti. Por ama fjala e Perëndis në lidhje me atë që djali nuk ka kuptuar dhe ka keq kuptuar dhe është larguar nga kisha, mëson pikërisht këtë gjë që pastori ndoshta mund të edhe të ketë predikuar, me drejtën e tij, me drejtën e Zotit dhe pikërisht e ligjit për të rirë, tek Testamenti i Vjetër, pra Bibla hebraike, kapitulli 8 vargjet 17 dhe 18 na thonë: Mos thuaj në zemrën tënde, forca ime dhe fuqia e dorës sime më solli këtë pasuri. Por kujto Zotin Perëndin tënd, sepse ai është ai që jep forcë për të fituar pasuri. Pra ky është mësimi biblik që nëse ti ke shëndet, së pari nëse ke lindur një herë, të ka sjell Zoti në jetë. Pra ai ka bërë kohrat, vendin, takimin e prindërve tu, gjithë këto evente, dhe ai të ka sjell në jetë. Sepse fjala e Zotit thotë që para se të lindje, pra fizikisht, unë të kam njohur. Është fjala e Zotit. Nëse beson këtë gjë, atëherë beson që Zoti të ka sjell në jetë, se të ka njohur para se të vije tek prindërit e tu, te familja jote. Dhe në këtë logjik, shkrimi i shenjtë thotë që mos thuaj në zemrën tënde atëherë që forca ime dhe fuqia e dorës sime më solli këtë pasuri. Pra jo se ti nuk ke forcë dhe nuk ke, si të thuash, aftësi. Por puna është, nëse Zoti ka sjellë në jetë, Zoti t'i ka dhënë dhe këto aftësi dhe talente, se këtë thotë fjala e Zotit. Pra ai ka bërë të mundur çdo gjë që ti të fitosh këto aftësi. Sepse të do të mirën, do më të mirën e çdo krijesë e tij Perëndia. Perëndia është gjithmonë i mirë, Zoti është gjithmonë i mirë, është mirë për jetën e fjala e tij. Por puna është, ti me këtë pasuri ose me këto aftësi, jep lavdi Zotit apo jep vetes? Ku është çështja? Se tu thot, ai jep forcë për të fituar pasuri. Pra nëse ke fituar do pasuri dhe fan, ai ti ka dhënë këto aftësi për ta bërë të gjë. Ai të ka dhënë zgjuarsinë, ai të ka dhënë intuitën, të ka dhënë gjithë këto gjëra që ti, pse jo, ti fitosh këto gjëra. Por puna është duhet të njohësh që ai ti ka dhënë. Dhe këtë predikon dhe kisha, flasin kishë që është shëndetshme biblikisht. Dhe unë besoj, me ai sa di, këtë mund të ketë predikuar dhe pastori. Por ama, asnjëherë kisha nuk thotë që Zoti jep në formë magjike, se kjo është keq kuptim pastaj, është naivitet. Pra, është gabimi jot nëse nuk e ke kuptuar këtë gjë. Pra, flasu për të qartësuar çështjen. Por, edhe nëse pastori mund të ketë bërë një gabim në mësimin e tij, prap, gabimi i pastorit nuk justifikon largimin nga Zoti. Pra, këtë duhet kuptojmë. Së pari dhe së dyti, paraja dhe fama, në momentin që ato na largojnë nga Zoti, na largojnë nga e vërteta, nga fjala e Perëndis, atëherë janë një kurth i djallit pikërisht për të shkatruar njeriu, për të shkatruar shpirtin e tij, përjetësinë e tij. Dhe mirë ata që ndjekin këtë njerëz pasaj, që vjen pas këtij, sepse Jezusi thotë janë të verbër që ndjekin të verbrit. Duhet pasur shumë kujdes të dashur miq. Së treti që thamë, aftësia dhe suksesi, patjetër që vijnë nga Zoti, se ti ka dhënë këto aftësi, këto dhunti, të jep forcën, të jep jetën për ditë. Puna është, a je mirënjohës për jetën që të jep për ditë? A je mirënjohës për gjithçka që ke? Apo nuk je mirënjohës? Se ka njerëz thonë, jam mirënjohës, po jam mirënjohës vetes time. Apo atëherë ke rënë në kurthin e mësimeve të rreme, se na thuhet në Bibël që Satani sulmon mendjen në fillim. Si e sulmon mendjen Satani? Me mësime jo biblike e sulmon mendjen Satani. Pra fut fjalë nga mësues të rrem, që sot i kemi shumicë edhe në internet, se kemi teknologjinë e informacionit. Dhe njerëzit thonë, "Oh, më pëlqej më shumë kjo, nuk më pëlqen fjala e Zotit, thotë mi ka dhënë Zoti mua." Mi ka dhënë vetja ime, thotë ai. Mi ka dhënë universi, natyra, fillojnë me këto paganizmat pëse. Për largohen nga Perëndia. Për largimi nga fjala e Perëndis është largim nga Perëndia, këtë duhet kuptojmë. Afrimi me fjalën e Perëndis, me të vërtetën, është afrim tek Perëndia.
Dhe na thuhet që fjala e Perëndisë është ligj. Është ligj, për shembull njeriu i beson ligjeve natyrore. Për shembull, po të vësh dorën në zjarr, të digjet dora. Është ligj se nxehtësia vepron dhe shkrin atomet. Dhe është e çuditshme si njeriu i beson ligjeve fizike dhe nuk i beson ligjeve shpirtërore. Ligjeve të gjithë krijimit që krijuesi na jep në fjalën e tij. Që thotë, po të largohesh nga fjala e tij, largohesh nga e vërteta, jeton në gënjeshtër dhe shkon në shkatrim. Dhe në shkatrim përjetshëm, jo vetëm aktual. Pra i beson njeriu materjes, por nuk i beson, si të thuash, metafizikës, shpirtërores, gjithë krijimit, nuk i beson. Ti vësh duart në korrent, të zë korrenti, kujdes, të dalësh kundra fjalës së Zotit, njeriu nuk ndjen frikë. Këtu punon djalli. Sepse fut filozofi, fut sofistikim, mësues të rrem që kanë aftësi, oratori, të cilët e bëjnë këtë punë për të fituar para nga njerëzit. Duhet ta kuptojmë të gjë se i shërbejnë mamonit. Dhe këta vënë dhe këta bëjnë si ata. Fiton ai para, fitoi edhe un para, edhe kështu bëjnë. Dhe hapin mësime të rreme, herezi të gjitha dhe i thonë gjithçka varet nga ty, nga njeriu. Dhe njeriu harron krijuesin e tij. Mos harrojmë mësimin e parë të Satanit që i dha Adamit dhe Evës. Është mësimi i parë në Bibël. Flas në aspektin shpirtëror. Dhe thamë që lavdia i takon Zotit. Nëse nuk jep lavdi Zotit me ato që Perëndia të ka dhënë për të fituar pasurinë tënde, atëherë janë rrugë gabuar, shumë e thjeshtë sipas Biblës. Por mbi të gjitha të lësh besimin. Dhe kthehemi për shkak të një pastori, pra të një njeriu të gabuar. Mund ta ketë pas dhe pastori gabim, se njerëz janë ata. Atëherë do thosh ta vendoshësh syrin tek njeriu dhe jo syrin te Zoti. Në fakt për çdo besimtar, por edhe për ata që kërkojnë Perëndimin, syri duhet jetë tek Zoti. Sepse syri na thot Jezusi është drita e trupit. Nëse syri yt është në gabim, atëherë trupi yt do të jetë në errësirë. Por nëse syri yt është në dritë, atëherë edhe shpirti yt, pra trupi yt, që është ena e shpirtit, duhet i ndryshuar. Pra kjo ishte gjithë atë që e Bibla është ecin në dritë, por në dritë pa fjalën e Perëndisë nuk ecin dot. Fjala jote thot mbreti David, mbretërit që janë shkruar, besimtar, është llampë në këmbët e mia dhe më tregon shtegun e jetës. Pra nuk ndahet Zoti nga fjala. Por në momentin që ndajmë Zotin nga fjala dhe mësojmë fjalët e njerëzve dhe jo fjalët e Zotit, atëherë çfarë na mbetet tjetër përveç se të ecim rrugë gabuar drejt shkatrimit.